për spektaklin e ardhshëm nga Big Brother VIP dhe 4 opinionistë që do të diskutojnë se çfarë do të ndodhë. Zbulojmë dinamikat dhe po themi gjithë linjën që kanë ndjekur brenda shtëpisë së 3 banorët për të kuptuar ndoshta për të bërë një analizë se kush rrezikon më tepër të lërë shtëpinë ditën e shtunë. Mbas prezantimit diskutojmë menjëherë. Përveç se Gertës që është e sigurt, në televotim shkojnë Aldo dhe Jozi. Tre emra në nominim, 3 taktika loje të ndryshme, 3 personazh me natyrë jo të ngjashme me njëri tjetrin, Gerta, Jozi dhe Aldo. Në shtëpi, që pas spektaklit të së martës mbroma, ka nisur sulmet ndaj Aldos për mënyrën se si ai tashmë rezistoi 3 muaj brenda shtëpisë më të famshme. Ti ke pas situata këtu, ke pas Lorin, kupton? Ke pas Lorin. Me kam kriju vetë më shtëpi, si ke kriju ti qa bone më zemë. Jo, s'po krahasoj, unë po të them vetëm ty tani, bëmat e tuja, nuk çem finale plak, më vjen keq. Duhet ta kuptosh kaq, ai zgjut me kuptu kaq. Kallzo drejtën e shpirtit. Nuk mundesh që para një Shqipërie ti propozosh një finalist që ka bërë të lloj gjërash. Kallzo drejtën e shpirtit. Jozi, kallzo drejtën e shpirtit. Me drejt shpirtit po meriton, kush më shumë se unë e meriton finalit. Se ti? O zemë, unë po them ti s'ke vend aty më plak. Te drejtën e shpirtit. Mos të vi keq. Hiqe Jozin, e zem që ke emër tjetër. Jozi nuk i është ndarë banorit as jashtë në obor, duke akuzuar madje se edhe Rizarda u eliminua prej tij. Merezin do të qarom jashta. Merezi them shkurt unë, do të çoj foto Merezin, do të çoj foto ty. Okej. Rregull. Plak, e bëu autogol për 800 metrave. Ja ta shohim. Budalla. Po ashtu në një debat Aldo është përfshirë edhe me Rozanën gjatë ditës së djeshme. E ndërkohë, e nominuara tjetër, Gerta, prej javësh tashmë qëndron në tabelën e nominimeve, duke i shpëtuar daljes. Jozi nga ana tjetër shfaqet i sigurt në suksesin e tij dhe madje është i bindur se e meriton finalen. Por cila taktik loje ka prodhuar më shumë dinamika, cilat janë arsyet që kanë sjellë Gertën, Jozin dhe Aldon deri në këtë pikë të lojës? Diskutimet ka nisur, tani më kuptohet. Gazu i Kashi, Mardiola Baço, Jonida Aliçkolli, Artion Bakaj. Faleminderit që jeni së bashku. Mardiola madje besoj është e para që ka veshur dhe të verdhën pastel në ekranet shqiptare. Jo pashurime bëra. Ngjyra që do t'jetë në modë për këtë pranverë, së paku kështu kanë lajmëruar nga pasarelat. Po, dhe jo pa qëllime bëra dhe thash derisa se ka vesh askush, po e tentoj. Sot shumë faleminderit. Gazi si e sheti me syrin tënë? Mirë, shumë mirë. Solli pranverën para plakave. Ne vazhdojmë me xeza vjetra se kush del? Dua emrin, pastaj bëjmë gjithë analizën duke zbërthyer edhe skemat e lojrave aty brenda. Gerta, Aldo dhe Jozi. Një emër, një arsye. E kemi për momentin. Aldo, mes atyre, Aldo s'ka dhënë asgjë, në krahasim me ata. Në krahasim me ata. Deri këtu them ishte rrugtimi për atë artikulimin, për atë kishte mendim të mirë, po për lojtar Bigu nuk ka forcën për shkak që të ishte, si themi, një konkurrent i këtyre dyve. Mardiol. Aldo është një djalë shumë intelektual, por nuk ishte kushtja shtrëngonte fort strategjinë. Strategjia ishte totalisht gabuar, gjithmonë me vajzën. Ajo e penalizoi. Pra mendoni strategjisë me Rizartën është gjë e parë që e ka penalizuar shumë. Jonid. Aldo. Gjitha ju tha që ke luajtur në rrogoz. Pastaj është munduar këto ditët e fundit të krijojë debate, ndoshta e ka tejkaluar dhe masën, po besoj që është tepër vonë për ta bërë këtë. Artion, për ty? Unë kisha një mendim ndryshe në fakt dhe për sa i përket Aldos, mendoj se Aldos si shumë tjerë është shtytur dhe zhvarur mbi krijimin e lidhjeve, pavarësisht se nuk i ka pas me sukses, por ka pas dhe shumë tjerë, siç është Jozi në këtë rast, që është shtytur dhe sajuar mbi lidhjet e dashurisë, siç ka pas me Loredanën, që krijoi edhe me Olën që doli. Por një sekond, atëherë për mendimin tim ky nominim bie poshtë sepse unë mendoj se Gerta do kërkoj që dalin nga shtëpia duke parë rrjedhën e gjërave sot.
Gerta. Gerta, po. Gerta është shumë e ngarkuar psikologjikisht, madje Ajsa nuk mund të lexonte dot asnjë zarf pasi theu futin e emergjencës. Mua nuk më duket që Gerta është tip që dorëzohet. Okej, kjo ishte. Nuk, ky është mendimi im. Edhe unë kam pas. Domethënë, sqaroj një herë pse si do ti parashikoni që Gerta do të lërë shtëpinë. Çfarë zgjidhni? Atëherë unë shoh Dro dhe del. Po. Dhe bie si nominim fare. Bie si nominim fare. Pra ti thua që paç fatin e Aldos edhe këtë të shtun. Po shiko, ata fatin e Aldos e ka pas dhe shumë të tjerë, e kupton, nuk është vetëm Aldo në këtë mes. Po Gerta sot ka thyer kutinë e emergjencës dhe ka kërkuar që të bëjë një telefonat me fëmijët e saj që nuk ka qenë e mundur dhe vazhdimi ka qenë po ashtu shumë i ngarkuar, duke derdhur lot, duke qëndruar e vetme në balkon Gerta. Për Gertën dhe kjo gjendje emocionale e saj. Mos e ngatruar me një lojtare tjetër. Gerta, unë nuk ngatroj me asnjë lojtare tjetër, për mendimin tim çfarë janë me mbiemrin. Për mendimin tim çfarë janë me mbiemrin Gixhari dalin fabrikisht të forta për lojë, për debate dhe për Big Brother, por e shoh në një moment dobësie. Uroj shumë që ta kaloj. Po jo më burr. Por e shoh të dorëzuar në një farë mënyre. Edhe unë i bashkohem pak a shumë Artionit si arsye tim, për vetëm në arsye sepse duke qenë prind, duke qenë nën, unë e kam provuar vetë dhe pse kam qenë shumë e re, ndoshta kam qenë dhe e papjekur për moshën atëherë që të dija si të reagoja të tjerëve sikundër duhej. E shikoj pak të penalizuar tek pjesa emocionale kundrejt fëmijëve të saj. Edhe kjo të penalizon, është patjetër që edhe mundet të jetë një faktor. Nuk e ta penalizoj në lojë, edhe në rrugtim, edhe në rrugtim. Si logjik arsyetimi drastik ekstrem, ajo thon drastike, po unë them që edhe mundet, domethënë një bie që e lë shtëpinë o sot o nesër. Mund ta lëri dhe në prime përpara nominimit. Ajo dhe mund të mos e lër fare dhe të bëhet edhe me Gerta mund fitojë edhe Big Brotherin, e kupton? Për lajm një edhe ti bën sens se del aty në striçe, po dëgjoj tani të shpjegoj. Dje ishin të tre, Gerta, Jozi edhe Aldo erdhi pak më vonë. Dhe po i ndiqja kështu. Gerta me Jozin ishin fani që me vdek, domethënë ishin një humor i papar. Mos i cënoni Jozi Gazi. Një sekond, kur erdhi, unë thash Gerta me Jozin. Kur erdhi Aldo, erdhi aty dhe Gerta e konstatoi se Gerta është aleate me Aldon, do të dali Jozi. Por e konstatoi dhe i tha, Aldo, pse je kaq i trembur, domethënë kështu. Dhe ai në bisedë sipër një deklaroi që Gjesti është absolutisht fitus, e deklaroi aty mrena dhe ishte një çudi, dhe tjetra ja tha atij tjetrit, atij këngëtarit, tjetra ishte për Kelle, dhe deklaroi dhe tjetra që unë dhe kaq sa kam net, besoj jam shumë mirë etj. Domethënë Aldo është konkurrent vet dhe thotë do e fitojë. Po, e deklaroi dje. Ishte psikologjia dobët, kjo është psikologjia e Eglit që thoshte gjithkohon që do e fitojë Gjesti Big Brother dhe sot kishte dalë dhe kishte thënë s'kam thënë asnjëherë për Gjestin do vjen në finale. Ajo ka shpallur fitus. Po Egli ka humbur fytyrë, për mendimin tim Egli e mbaroi Big Brotherin kur bëri darkën me Gjestin. U vu ka paku Big Brotherin. Ja, pse do jemi tek ai që Aldo ka një analizë loje shumë të mirë aty mrena, është pa gjithmonë. Po patjetër. Por që nuk bën dot lojën e Big Brother dhe kjo është pa, sepse strategjia është dhe ka analizë loje dhe pastaj analizë loje mendimi, më fal. Çfarë ka bërë Jozi më shumë se Aldo Big Brother? Fakti që ka pas futje me Loredanën, po bashkë Gaz, ti me kë me Gaz Shin apo me Joz Shin apo me Joz strategun. Deri më këto batuta dëgjoj. Se Jozi tha gjallë dy po, dëgjoj mu. Ai Jozi aty është lojtari që e ka kap primin çdo herë. Me çfarë? Me ofendime kundër Rozanës. Me skemat e veta. Është perfeksion në lojën që po bën. Ishte lojtari më i tani mos e hap tani Jozi ka gatruar emër. Jozi nuk shifni live-in. E kuptoj këtë punë. Një sekond, Jozi është i vërtetë sepse është perfekt, rasti perfekt për të bërë ofendime dhe degenerime. Jozi është me fat. Ku e pemë? Që ti shikë TikTok-un vlla.